Ju keni pas alternativa, domethënë keni qenë i pranueshëm pothuajse për gjitha partive politike, por ju zgjodhët Lidhjen Demokratike të Kosovës, që t'jeni pjesë e saj dhe të garoni përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës për të marrë pozicionin e deputetit të Parlamentin e Kosovës. Çfarë ju shtyri që bët këtë zgjedhje? Faleminderit për fjalët e mira dhe mundësinë që të bashkëbisedojmë sot. Nuk ka qenë e lehtë që thjesht të launi formën dhe të marrë një rrugtim politik, por gjithsesi, siç e thatë edhe ju, për shkak të nevojave që ti shërbejmë vendit dhe duke e marrë parasysh që ushtarakët janë mësuar që të shërbejnë derisa e kanë mundësinë dhe hapësirën, unë kam vazhduar që karrierën e shërbimit ndaj vendit ta vazhdoj përmes politikës dhe pikërisht në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që të gjitha partitë i kanë vlerat e veta që ngërthejnë, po mbi të gjitha unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka një historik që të gjithë e dimë ndër partitë ose partia më vjetër, parti shtetformuese, parti që ka bartë barën në vitet më të vështira para luftës, po mbi të gjitha edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, në ndërtimin e institucioneve dhe pa diskutim sot thjesht në shtetëformimin që Kosova tjetë me standarde dhe të rrugtoj drejt integrimeve euroatlantike.